Përshëndetje miq të rrjetit të radio televizionit shqiptar, Endi Ambërriti dhe ne jemi sërish bashkë në përtej rrjetës në këtë episod të radhës. Në fakt edhe pse kampionati ka përfunduar ku janë shpallur dhe kampionët, voleybolli vendas ka shumë për të folur dhe unë pa humbur kohë dua të prezantoj të ftuarit e mi në këtë pjesë të parë. Është specialisti i përhershëm Arjan Farka, përshëndetje. Përshëndetje. Ai është menaxher, ka qenë pjesë e ekipit të Tiranës, por tashmë ka lëvizur dhe do ta zbulojmë gjatë bisedës se për ku bëhet fjalë për Andi Baretin. Kënaqësi të kem studio, Andi. Përshëndetje për ftesën. Kënaqësi gjithmonë. Andi, do ta nisim bashk fillimisht një diskutim, thash ke qenë pjesë e ekipit Tiranës, Tirana u shpall kampion, nuk arrite ta përfundosh deri në fund sezonin përqijuar edhe gjitha arritjet e ekipit Tiranës, megjithatë ke qenë një pikë shumë e rëndësishme, ta përmendim këtë edhe për furnizimin e ekipit me element të huaj, element të cilët spikatën dhe realisht kanë qenë një pikë mbështetëse për ekipin e Tiranës edhe në përfundim duke u shpallur kampion. Do të flasim pak mbi eksperiencën tënde këtë sezon, mbi kontributin tënd, por sigurisht edhe për disa lëvizje të mundshme për sezonin e ri, sepse pavarësisht se ka përfunduar vetëm pak ditë kampionati, puna ka rifilluar për sezonin e ri për të startuar edhe më të fuqishëm. Është e vërtet. Në radhë parë unë jam shumë i lumtur që ekipi i Tiranës u shpall kampion i Shqipërisë pas 12 vitesh mungesë. Tirana nuk është rasti që u shpall kampion, ne kishim rreth 4 vjet që ndërtonim ekip pretendent për të shpall kampion dhe pavarësisht se nuk kishim arritur që të shpalleshim kampion, kemi fituar kupa siç është Kupa e Shqipërisë apo Kupa e Federatës. Jam shumë i lumtur që më në fund klubi i Tiranës arriti që të triumfojë dhe të shpallet kampioni i Shqipërisë. Dhe për këtë unë dua ta uroj komplet klubin Bardhë Blu, vajzat, stafin drejtues edhe të gjithë ata që kanë kontribuar për ekipin për të shpallë kampion. Shumë urime. Andi, ke lëvizur, ke patur një eksperiencë të gjatë në klubin e Tiranës. Megjithatë, si e ke parë gjithë rrugtimin tënd tek Tirana? Është e vërtet, unë kam qëndruar aty për rreth 4 sezone. Në dhjetor jam larguar jashtë Shqipërisë për arsye familjare dhe në këtë moment vendosa që të largohesha edhe nga klubi. Unë kam qenë gjithmonë një faktor, sepse Tirana është një klub shumë sportesh, pra është për 16 sporte dhe roli im fillestar aty ka qenë si PR i klubit, pra ishte një rol i ri në klubet shqiptare, ne krijuam një faqet tona sociale të Facebookut, të Instagramit, të webit dhe arritëm të krijonim një klub modern për Shqipërinë. Për këtë gjë unë dua të falenderoj drejtoreshën asaj kohe kur unë isha Debora Keçi, që më dha mundësinë të jem pjesë e klubit Tiranës, që unë jam tifoz që fëmijë dhe realisht jam mirënjohës për këtë ftesë, sepse më dha mua një profesion të ri. Sigurisht që vëmendja ime më e madhe ka qenë tek voleybolli. Unë nuk jam një ish profesionist, pasi në rinin tim kam qenë futbollist, por kam një eksperiencë rreth, po themi 10-15 vite që jam afër botës së voleybollit dhe pasioni më ka bërë që të jem gjithmonë pranë ekipit dhe gjithmonë duke ndihmuar vajzat, por edhe djemt, sepse kam qenë dhe pranë profesorit Arben Sakos, të cilin atë e falenderoj. Sa e vështirë ka qenë rrugtimi në këtë profesion, sepse sigurisht si term është njohur vitet e fundit, tashmë pikërisht në sportin e voleybollit tek Tirana ka bërë edhe më shumë njohon, duke u njohur si pozicioni mirëfill. Sa e vështirë ka qenë edhe sa është përqafuar tek sporti voleybollit? Është shumë e vështirë, sepse ne jemi ka qenë sezoni 2021-2022 kur u krijua një Skënderbeu shumë i fortë, shumë i fuqishëm. Dhe ndodheshim në janar, ne ishim duke kërkuar që të rivalizonim me ekipin e Skënderbeut, pra detyrimisht kërkonim lojtare të huaja për skuadrën dhe të gjendur në pa eksperiencë dhe pa përvojën në të shkuarën, u detyruam që të nisim dhe një profesion të ri, pra të kërkonim lojtare. Dhe që nga ajo ditë, unë jam futur me kokë kësaj pune dhe po themi që jam sot që çdo vit kam arritur të afroj lojtare të huaja në Shqipëri, por kam ndihmuar dhe ekipet e tjera në Kosovë apo ekipet e tjera në kampionatin shqiptar që kanë kërkuar ndihmën time si po themi si menaxher, nuk mund të them që jam një menaxher i mirëfillt, por që si një konsulent, një sugjerim nga ty do të ishte. Sepse komuniteti i voleybollit është shumë i vogël në Shqipëri dhe ne të gjithë njihemi njëri tjetrin dhe
është e mira që ta ndihmojmë njëri tjetrin për të rritur nivelin e voleybollit shqiptar. Ke hasur, sigurisht komplimenta merren aq më tepër kur arriten rezultate, por atëherë kur ka edhe momente që njeriu nuk arrin ato rezultatet apo të plotësoj pritshmëritë dhe objektivat, ka hasur ndonjë koment jo shumë pozitiv, sa i quajmë kështu? Sigurisht që po, sepse normalisht kur afrohen lojtarët huaja në ekip, edhe pritshmëritë janë më të mëdha. Pra pritet që këto lojtarë të bëjnë diferencën. Dhe e vërteta është që në vitet e kaluara, vërtet Tirana ndoshta nuk ka dalë kampione e Shqipërisë, por elementet në ekip nuk kanë munguar kurrë. Në këto 3 vite Tirana ka qenë gjithmonë një ekip pretendent. Mua më vjen shumë mirë që këtë vit arriti të triumfonte dhe të dilte kampion, por që sigurisht që ka pasur pak kënaqësi, sepse në momentin që ti nuk fiton, në momentin që ti nuk ngre kupa, nuk ngre trofe, atëherë pak kënaqësitë ekzistojnë, sepse parat investohen dhe rezultatet nuk vinë. Andi, po çfarë strategjie ke përdorur ti ose çfarë të ka bërë ty të mendosh që kjo lojtare është e duhur? Ti ke thënë që më përpara, sapo the që më përpara e marrë me futboll, por prej 10-15 vitesh je pjesë edhe më afër e voleybollit. Çfarë elementësh kanë bërë ty që ta përzgjidhje për ta sjellë pastaj? Të lidhje një kontakt. Ajo që unë bëj është duke qenë sepse në kohët e sotme çdo gjë është afruar modernizimit, pra rrjeteve aplikacioneve të ndryshme në Europë për voleybollin apo për menaxhimin, për gjetjen e lojtarëve të huaj, dhe ajo që unë bëj është të kërkoj lojtarë të huaj dhe sugjerisht që këto lojtarë ja sugjeroj trajnerëve përkatës. Nuk është se jam unë personi mirë, po gjithsesi je një filtër i parë për të çuar një sugjerim. Pa diskutim, sepse janë kompetenca të tjera, po tek filtri jo çfarë parametrash mund të kesh ndjekur si strategji për ta çuar emrin si sugjerim? Kontaktet mendoj që janë shumë të rëndësishme në ditën e sotme. Sa më shumë kontakte ti të kesh me menaxher të huaj, me agjenci të huaj, aq më shumë mundësi ke që ti të marrësh lojtar cilësor nga jashtë. Është e vështirë patjetër, sepse një lojtare huaj me shumë cilësi dhe eksperiencë, zgjedhjen e parë nuk e ka kampionatin shqiptar, që ti jemi realist, ata gjithmonë synojnë të shkojnë në nivele më të larta në Europë. Por duhet ta pranojmë dhe duhet të themi që Shqipëria, kampionati shqiptar është një trampolin shumë e mirë sidomos për vajzat e amerikane që mbarojnë kolegjet dhe duan të vijojnë voleybollin profesionist në Europë. Them se Shqipëria është një trampolin shumë e mirë për vitin e parë. Dhe po ta shikojmë të gjitha ato vajza që unë po themi klubi i Tiranës ka afruar në Shqipëri, në këto momente që flasim të gjitha janë për Europë. Asnjëra nga ato nuk e ka ndërprer karrierën e voleybollit, por luajnë dhe në nivele më të larta se Shqipëria. Apo qoftë me pagesa më të mira se kampionati shqiptar. Po, Arjan, në lidhje me gjithë ecurin, një mendim tëndin me çka kemi parë për afrimet, largimet, apo këtë që edhe Andi sapo përmendi, pjesën e Shqipërisë si një strategji për një trampolin për të ngritur më lart nga voleybollistët e huaja, kryesisht amerikanët. Kemi diskutuar dhe një herë tjetër, mos gabohem këtë pjesë dhe kemi folur dhe kemi thonë që lojtarët që vijnë këtu në vendin tonë, sigurisht kanë një cilësi, por që një pjesë e madhe e tyre vinë të pastërvitura. Domethënë ka një boshllëk në procesin stërvitor, e cila penalizon si ato, si dhe klubin që i afron. Zakonisht ne i marrim në fazën e dytë. Faza e parë gjithmonë luhet me lojtare vendese. Kohët e fundit ka filluar që të merren lojtare dhe nga faza e parë. Kam patë Korça, kam parë Partizani në meshkuj, Tiranat e femrat, dhe ardhja këtyre lojtareve që nga fillimi i sezonit, sigurisht që premton diçka për ecurinë e ekipit. Por që nuk mund të them që këto lojtare janë të cilësisë të tillë që ne mund ta ndihmojmë për të rritur dhe cilësinë tonë të voleybollit. Pse? Sepse lojtarët të tilla pak a shumë kur kanë një cilësi, kërkojnë dhe kampionate cilësore. Qartë? Dhe këtu vinë ato lojtarë që janë bien dakord me pagën. Kjo është kryesorja e para e tyre. Sepse lojtarët që kanë një cilësi kërkojnë sigurisht një pagë më të madhe, të cilët këtu te ne shumë klube nuk mund të realizojnë. Edhe është fakt. Kjo bën që
sigurisht atë që tha dhe Andi, që këto është një trampolin, pa dyshim se po të rishë të bësh stërvite një vit në një ekip, ndoshta të marrësh dhe kampionatin si që morin të Tirana, menaxherët e tjerë të klubeve të tjera fillojnë edhe kërkojnë. Dhe duke parë që është marrë një kampionat me këto lojtare, ato fillojnë edhe tërheqin. Tashi, se si menaxhohet më mbrapa kjo punë nga ana e tyre, unë nuk mund të them. Ajo që ne duhet të kemi parasysh është që të përpiqemi të kemi lojtare akoma më cilësore. Ne kemi mangësi, jo vetëm jo të pjesa e sulmit. Ne kemi mangësi sidomos në pjesën e organizimit. Dhe ato lojtare të organizimit që vinë këtu te ne, me sa kam parë, nuk e kanë atë cilësinë e duhur për të na afruar atë që ne na duhet për të ngritur cilësinë. Realisht fakt edhe pjesa e organizimit mungon edhe si element mund të përjashtoj në një farë mënyre peshën e Korçës, që kishte një farë cilësia dhe e rriti, sigurisht mas një viti te Skënderbeu, por që të tjerat nuk ishin në atë nivel që kërkohet. Unë mund të marrë dhe faktin e ekipit Tiranës që e mbylli kampionatin me organizatorin tonë, të Mikaela. Pra, që, du të them, sado që ne të kërkojmë, është dhe një diçka tjetër. Ne kërkojmë nëpërmjet menaxherët kërkojnë nëpërmjet videove, nëpërmjet atyre që shohin, atyre që lexojnë. Këto të gjitha nuk janë shumë të mjaftueshme. Ose nuk janë eksaktësisht shumë të sakta dhe të qarta. Sepse, po marrë shembull konkret, lojtarin qendër që kishte marrë Korça, nuk e di nëse nga ishte, po diku nga Venezuela. Nga Venezuela, pra nga Amerika e Jugut, e cila u mori që në fillim të fazës së dytë dhe gjatë gjithë kohës nuk luajti asnjë pikë. Asnjë set. Dhe kur erdhi puna që u fut për të luajtur sepse kishte mangësira Korça. Jo se u kërkua që erdhi në një formë të tillë, u pa që ajo nuk ishte në nivelin e dur. Domethënë ajo nuk të ndihmonte. Kishte mangësira. Një gabim, le ta quajmë. Tashi ajo ato e mban përgjegjësi kush e mban përgjegjësinë ai që e ka zgjedhur dhe që ka kërkuar që e ka marrë. Pra, në këto kushte ne duhet të jemi më të saktë në kërkimin dhe në marrjen e një elementi sa më cilësor. Gjë që, ndoshta Andi e di më mirë sepse merret në këtë pjesë dhe shef se si është cilësia dhe si është paga. Unë kam biseduar edhe me lojtarët e Kosovës, të cilët kanë shëtitur botën si lojtarë, dhe i kam thënë pse nuk merrni duke njohur lojtarët, pse nuk i merrni. Dhe profesor, nuk është aq kollaj ti marrësh ta se kërkojnë paga të larta. Dhe kjo është edhe për ne. Megjithëse ligji i sportit atje funksionon pak më mirë, është më... Edhe ndoshta kjo është një nga arsyet që Kosova ka bërë hapa galopante në nivel. Pra, që të gjitha këto janë të ndërthurura dhe padyshim duhet të kemi dhe ne rezervat tona në atë që kërkojmë, duke mos plotësuar kushtet qoftë ekonomike, qoftë edhe pjesa tjetër. Ajo që te ekipi që punohet më mirë, me vitet që kam qenë dhe si Zostanera dhe tashti, është i Studentët dhe Partizani i tashtishëm. I meshkujve. I meshkujve, sepse Ylli nuk është thjesht një trajner, por është dhe një menaxher shumë i mirë. Dhe lojtarët kur i zgjedhin, që i asjellin dhe i shikon, qoftë edhe ai vet, për shembull, është shumë i saktë në përcaktimin e asaj që kërkon. Më lejo vetëm të ndërhyj te kjo pjesa, sepse është shumë rëndësishme të përmendet që edhe profesor Ylli ka asur vështirësi e veta në përzgjedhjen e lojtarëve të huaj, sepse në 3 vitet që Tirana dominoi te meshkuj kampionatin shqiptar, për gjatë gjithë vitit profesor Ylli nuk u dorëzua asnjëherë se kërkuar element huaj dhe në dijenin time dhe në dijenin e gjithë voleybollit shqiptar edhe kanë ndruar. Domethënë i merrte, nuk bënin, i hiqte, i merrte sepse në nivelin ku ne jemi dhe me kampionatin që ne kemi dhe me financat që ne kemi, është e pamundur që ne të themi që po marrim një lojtare që është me shumë eksperiencë dhe
është gati për të bërë të luajtur në volejboll në nivele shumë të larta dhe të vinë në Shqipëri. Kjo gjë nuk ekziston. Kështu që patjetër që do ketë gabime. Dhe vetëm doja të thoya që edhe profesor Ylli pati një tranzicion sepse për 3 vite Tirana dominoi. Ande në krahasim me ekipet e tjera, padyshim që ekipi i Partizanit është gjithmonë ka qenë më mirë. Por ka dhe një gjë. Mund të qellojë një lojtar i cili është i dëmtuar dhe nuk tregohet në këtë pjesë. Dhe kur ti e merr dhe mas një farë kohe shfaqet dëmtimi i tij, padyshim që do dalësh i dështuar. Pra ka disa gjëra që qoftë po të marr për shembull me që je fut kësaj rruge, qoftë edhe ti, qoftë edhe tjerë që kanë kërkuar në këtë formë, kanë hasur vështirësi dhe kanë rënë edhe në vende të padëshirueshme. Është mëse normale që të marrësh një lojtar në konceptin e një menaxheri, që të marrësh një lojtar nga jashtë, do shkosh ta shohësh. Kjo është ideale, por është e pamundur. Pra, po të flasim atë që është për momentin, me financat që ne kemi. Pra lojtarët, menaxherët e huaj që të marrin një lojtar, do shkojnë ta shohin jo një herë, jo 2 herë, mundosh edhe 10 herë, edhe në stërvitje, derisa të vendosin që po, ky është lojtari që mua më duhet. Po, kjo është ideale. Pikërisht, për këtë po flasim. Por, me atë që bëhet, me aq sa bëni dhe ju, kush ka bërë pjesën e menaxhimit që ka sjellë lojtar, duhet të jeni çik më të kujdesshëm. Kjo është ajo që ne kërkojmë, që të arrisim cilësinë, nuk mund të arrisim ndryshe. A janë shumë emra në fakt në tregun e voleybollit shqiptar që ndoshta nuk kanë statusin e mirëfillt të menaxherit, por që bëjnë sugjerime ashtu siç ti e përmende. Të paktën Ariani tha për profesor Yllin që deri diku merret vetë, sepse ka shumë potencial tek gjitha përveç pjesës trajnerit, ti kam patur gestin në ITU-tës që e ka shprehur një farë menaxhimi. Unë mendoj që pjesa më e rëndësishme e përzgjedhjes së lojtarëve të huaj janë kontaktet me jashtë. Pra, kontaktet me menaxherët e huaj dhe sa i besueshëm je ti tek ata. Po mirë, dëgjoj pak, sepse unë mendoj që duhet të ndiqet një strategji dhe të vendoset një rregullore që nga federata e para, që të ketë një kriter për përcaktimin e këtyre personave të cilët do jenë menaxherët, që mund të vi dhe dikush, nuk e di, që mund të bëj një jetë, mund të ketë një profesion jashtë, që nuk njifet fare, nuk e njeh fare me fushën e voleybollit? Jo, nuk ka të bëje. Federata nuk merr pjesë në këtë. Po, unë mendoj që duhet të funksionojë në bazë të disa strukturave, se nuk mund të vi dikush që mund të jetë. Me sa di unë është diskutuar që do ketë dhe kurse për menaxher, siç ka kurse për trajnerë. Pikërisht për këtë po them, se nuk mund të jetë dikush kam njohja unë jashtë dhe tani të futën të bëj menaxher. Por që nuk mund të jetë pjesë e federatës çdo gjë. A kupton se menaxheri punon për një ekip. Po federata ndërton strukturat se si duhet funksionojë një shoqat tani quhet, se s'është më klub. Për pjesën ka një karton për agjentin, quhesh agenti FIVB-s. Këtë mund ta marrësh në të gjithë Europën apo në të gjithë botën. Mjafton ti të kesh pasion apo vullnetin për të shkuar, për të aplikuar, për ta bërë atë kurs dhe nëse ti kualifikohesh, merr licencën e agentit ndërkombëtar të FIVB-s dhe ti mund punosh në të gjithë Europën, jo vetëm në Shqipëri. Po, gjithsesi, do me thënë, më shumë se sa e njeh vetë federata tregun edhe mënyrën se si funksionojnë ekipet këtu në Shqipëri, nuk mund ta njohë një shtet jashtë. Prandaj them që federata vetë duhet ndërtoj struktura. Ne jemi shumë koshient që ka ekipe që në Shqipëri që nuk kanë një rrjet social të tyre, që nuk dalin të ndërtojnë të themi posterat kur zhvillohen ndeshje dhe njerëzit nuk dinë se kur do të zhvillohen këto ndeshje. E kjo mendoj që është kompetencë ose në fakt duhet të jetë vetë federata që të mësojë dhe të instruktoj këto që duhet të ndodhin me patjetër në mënyrë që të bëhet si edukat dhe vetë klubi pastaj të jetë më i përgjegjshëm. Unë besoj të ida që çdo ekip duhet të kërkojë në vetvete njerëz të cilët duhet të merren me pjesën e menaxhimit. Pra, njerëz të cilët e kanë dëshirën për të sjellë në një ekip lojtar sa më të mirë, qoftë të huaj, qoftë edhe të kampionatit tonë. Por, sigurisht në këtë pjesë, përsa i përket reklamimit të ndeshjeve, përsa i përket reklamimit të ekipeve të një klubi, besoj se vetë klubi do ta marrë parasysh këtë gjë dhe do ta bëjë vetë një gjë të tillë.
Po në momentin që nuk e bën, duhet t'jetë dikush që duhet ta thotë. Unë kam përshtypje që nuk duhet ekipet të varen vetëm të federata, Ida. Se qa bën federata? Vetë ekipi ka iniciative se federata nuk e ka thënë këtë gjë, po Tirana është rasti konkret që e ka bërë, apo Partizani vetë. Por gjithsesi mendoj që të funksionojnë gjërat ashtu siç duhet, duhet të kenë haka të lidhura fort me njëra tjetrën për ta ndërtuar. Mendoj që federata në rastin konkret, për marrë andime që kemi këtu, ka bërë një aplikim për menaxher në diku, për një seminar, për një ku mund të bëhen këto gjëra, se unë me thënë drejtë nuk e kam iden, kësaj pjese, atëre federata duhet të lidhet me pjesën e federatës që i ka bërë menaxhimin për të parë nëse sa i vlefshëm dhe sa konkret është ky karton që ka marrë. Dhe sa do të ndihmoj. Por nuk mund të themi që federata duhet ta marrë përsipër Andin Dëshit dhe ta kualifikojë Andin për mëtej. Është ajo pjesë për ndërtimin e strukturave. Ajo pjesë që takon federatës, ajo pjesë që takon është trajnimi i trajnerëve. Seminarët me trajnerët të kategorisë parë dhe kategorisë dytë të FIVB-s. Kjo është ajo që kërkohet. Megjithatë, unë them që futja e një pjesë të menaxherëve në rastin konkret që kemi ande dhe të tjerëve që kanë dëshirë ta bëjnë një gjë të tillë, është gjë pozitive. Është gjë pozitive sepse gradualisht nga kërkimet që bëjnë nëpërmjet burimeve të tyre, avash do shkojnë deri atje sa të shkojnë edhe vetë ta kërkojnë një gjë të tillë. Dhe do shkojnë ta shohin edhe nga afër. Po sigurisht gjithmonë lidhet çdo gjë lidhet me buxhet. Po. Është një faktor shumë i rëndësishëm. Andi, një nga nismat e fundit në fakt tuat, po sigurisht në bashkëpunim, është edhe organizimi i beach volleyt që do të zhvillohet në Golem. Shumë vërtet. Asgjë nuk është rasti. Ne jemi një grup shumë i madh në plazhin e Golemit që prej vitesh gjatë periudhës së verës ushtrojmë aktivitetin e beach volleyt dhe aty kanë qenë nismat e mia të para në afrimin në botën e voleybollit. Flas diku këtë rreth 15 vite më parë. Ka qenë mirënjohura Lavdie Akrama, që përshëndesin që rastin ta përshëndes, që krijonte kushtet për gjithë voleybollistët që gjatë verës të vinin në plazh dhe përveç se të kalonin pushimet gjithë së bashku, po edhe të ushtrojnë aktivitete ndryshme të beach volleyt, edhe ne luanim gjithmonë 2 kundër 2 ose 6 kundër 6, por ky është një traditë prej tashmë për rreth 15 vitesh. Tashmë do të organizohet, po ndërtohet për të organizuar gjithë aktiviteti, mund na Këtë vit themi që jemi më të organizuar se kur më parë. Domethënë gjatë këtyre 3-4 viteve jemi përpjekur të bëjmë aktivitete të ndryshme të beach volleyt, open, pra jo vetëm me pjesëmarrje nga Shqipëria, por edhe nga Kosova apo nga rajoni. Ja kemi arritur me sukses. Një merit veçantë ka mikesha jon Debora Keqi që i ka marrë përsipër këto aktivitete më përpara. Këtë vit ne vim më të organizuar se kur, sepse kemi marrë një stacion plazhi që është dedikuar beach volleyt. Kemi 2 fusha profesionale për të gjitha standardet e beach volleyt dhe për gjatë gjithë verës aty do të luhet sporti i beach volleyt, por do të organizohen dhe 2 ose 3 aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare të beach volleyt. Sigurisht që këto vinë me mbështetjen e Federatës Shqiptare të Voleybollit, që gjej rastin t'i falenderoj, sepse pa ta është e pamundur. Por vjen edhe nga pasioni dhe nga dëshira jonë e këtij grupi që sporti i beach volleyt siç ekziston në të gjithë botën të ekzistojë edhe në Shqipëri. Tani, për të gjithë ata që dëshirojnë të bashkohen për të bërë pjesë, kur mundet, deri kur janë afatet, nëse janë mbyllur, ku mund të regjistrohen? Për gjatë së verës do zhvillohen 2 ose 3 aktivitete. Unë dua ta ndaj këtu me ju sot që aktiviteti i parë do të jetë në datat 13, 14 dhe 15 qershor në plazhin e Golemit. Për të dyja kategoritë, djem dhe vajza, dhe çmimet do të jenë shumë të mira dhe të larta, kështu që i ftoj të gjithë voleybollistët shqiptarë, por edhe të Kosovës, por edhe të rajonit që të nisin përgatitje dhe të na bashkohen në këtë fundjavë që do ketë surpriza pafund. Kështu të zgjedhin dyshet edhe të vrapojnë drejt plazhit të Golemit. Andi, unë të përgëzoj në fakt për këtë nisme dhe për gjithë pasionin dhe dëshirën që ti ke për sportin e voleybollit, që i dedikosh tërësisht si voleybollit të rërës, ashtu edhe voleybollit tamam. Arjan, një aktivitet në plazh, në fakt, një beach volley, këndshëm është. Shumë i bukur.
Dihet që kjo ka filluar që në Kaliforni vite përpara, dhe është përhapur bilës dhe ekipi kombëtar i Amerikës që u kriju atëherë i famshëm, me Keith Carey e tjerë, që ishin dole dhe kampion të botës e kampion olimpik, dole nga beach volley. Beach volley është një sport i cili lojtarët të voleybollit i ndihmon sidomos nga anën fizike. I përgatit shumë mirë përsa i përket anës fizike. Ka ndryshimet e ti në krahasim me voleybolin e sallës, mënyra e të luajtur dhe mënyra e goditjes e mënyra nga ana teknike, por që është një sport, ka darë si një sport argëtues. Dhe duke darë si një sport argëtues, gjithmonë është argëtues në çdo moment kur bëhet. Tash edhe ti edhe unë kemi qenë plazh dhe shohim shumë njerëz që luajnë, ushtrojnë sportin e voleybollit. Me mënyrat e tyre dhe me cilësitë e tyre, me mundësitë e tyre. Mirë, Andi dhe diçka të fundit, sigurisht nuk mund ta linim pa përmendur për të ardhmen e Andi Baretit tek pjesa e team manager. Sigurisht unë jam shumë i lumtur ta ndaj me ju sot që unë në sezonin e ardhshëm do jem pjesë e ekipit të Dinamos, pjesë e stafit të Dinamos. Shumë urime dhe shumë suksese. Për të gjë dua të falenderoj presidentin Eduard Bregu, që më ka dhënë mundësinë që të jem pjesë e këtij stafi të kualifikuar dhe të mrekullueshëm. Dinamo është një realitet sot në voleybollin shqiptar. Është një rikthim në fakt, sepse patjetër që është një rikthim në Super League. Është një emër shumë i madh i voleybollit. Është një projekt i nisur rreth 6 apo 7 vite më parë, me një akademi model, e udhëhequr nga trajneri mirënjohur Altin Mërtiri dhe stafi i tij. Dhe ajo që ne synojmë këtë vit është që përtej këtyre vajzave kampione të akademia që ne kemi, të ndërtojmë dhe një ekip pretendent në Superligën shqiptare dhe pse jo të rikthehet Dinamo e lavdishme që për vite me radhë ka dominuar voleybollin shqiptar. Ka ndonjë ndryshim me sa mund të zbulojmë, se zëra ka shumë të merkatos që nga trajnerët, por edhe lojtarët, por nëse mund të kemi një emër konkret? Ne jemi në bisedime konkrete me një nga trajnerët më të mirënjohur të Superligës shqiptare. Emri nuk mund ta bëjmë dije për momentin sepse për sa kohë nuk është firma në kontratë, nuk mund të dalim me deklarata. Por gjithsesi ne në rrjetet e sport kemi kontaktuar vetë edhe me zërat që kanë qarkulluar dhe kemi marrë një informacion që interesimi i Dinamos është për trajnerin e Skënderbeut, Orlando Koja, megjithatë zyrtarizimi nuk ka mbërritur ende dhe për aq kohë sa nuk ka mbërritur, nuk mund ta themi faktike që është, por si emër që është kontaktuar, kemi marrë një zyrtarizim të tillë. Nga bisedat që unë kam me presidentin, ideja është që ne të krijojmë një ekip model. Dhe sigurisht që për ta bërë këtë gjë që vajzat e Dinamos të akademisë të jenë model në kampionatin shqiptar, ne kërkojmë modelet më të mira të eksperiencës për të afruar tek ne. Do të kërkojmë vajzat në merkato që janë modele për të shërbyer të ardhmen, sigurisht dhe trajneri të jetë një model i voleybollit shqiptar. Arian, diçka të fundit shumë shkurt, sepse dhe minutazhi fluturon. Një Dinamo që do të ketë Baretin vetë pjesë, zëra që kanë qarkulluar për një vajtje ndoshta të Orlando Kojës. Si e mendon një Dinamo? Është një shprehje ide që ku ka zë nuk është pa gjë. Aq më tepër që ne gazetarët unë e them kështu si me humor që më hapem merremi. Sigurisht që Dinamo bëri hapin e parë në Super League dhe duke parë pretendimet se unë e njoh këtë pjesë procesin e zhvillimit të Dinamos që nga fillimet e saj me Altinin, duke parë që ato kanë një ambicje dhe duke pasur atë president që kanë, që i cili dhe ai ka një ambicje për një rikthim të Dinamos së dikurshme, do ishte kënaqësi edhe për mua që të shikoj një Dinamo të tillë, se pastaj do dalim ndoshta me 3 ose 4 ekipe që janë rivalizuese. Dhe kjo do jetë shumë e mirë edhe për voleybolin e femrave. Do të jetë një rritje shumë e madhe. Se si do zhvillojnë ngjarjet, ato është diçka që ne nuk mund ta përcaktojmë. Ne do jemi shumë të lumtur që të kemi rezultate sa më të mira të gjitha ekipeve, që të kemi se çfarë të japim në një emision dhe çfarë duhet të kemi parasysh
për të ardhmen e voleybolit shqiptar. Po, por me gjitha të, me dhe mbi të gjitha të lumtur që do të përcjellim vlerat më të mëdha që ditë të përcjell edhe emocionet më të bukura që ditë të përcjell sporti voleybollit. Unë ju falenderoj që ishit me mua në këtë pjesë të parë të emisionit për te rjetës. Shumë suksese dhe shumë urime Andi për pozicionin të ri. Ne rikthehemi vetëm pas pak, kemi pak çaste publicitet, Leda Preqetaj dhe Brisilda Asana në për te rjetës në pjesën e dytë. Qëndroni me ne.